po dali në protest. I bëj thirrje gjithë qytetarëve duke I parë media të sy, që t'i bojkotojnë ato media të cilat manipulojnë, të cilat duke paraqesi realitetin, siç po ndodh këtu në këto momente, çdo ditë pa ndalim. Përshëndetje gjithë bijtë e Shqipës. Unë jam një bashkëpunëtar nga Seattle, Perëndimi I Amerikës, dhe ti erdha këtu, dhe sa erdha ju bashkova për direkt protestës. Ju kam ndjekur që nga dita e parë. Ju kam ndjekur që nga dita e parë dhe jam bërë pjesë bashkë me ju nga aq larg sa jam. Dua 2 mesazhe të shkurtra. Aq veta sa jeni këtu, aq grupe në diasporë ka që punojnë për krah jush, me letra, me ankimime, me kallëzime, me kundra personave personal, kundrejt eurodeputetëve apo byros amerikane e tjera me radhë. Kështu që është një mesazh mbështetës për gjithë juve. Në revolucionin shqiptar gjithmonë ka pasur 2 revolucione, njëkohësisht. Ai me push dhe ai me pend. Ju këtu jeni me push dhe gjithë diaspora është mbrapa jush me pend. Dhe mesazhi I dytë I bëj thirrje gjithë akademikëve, si dhe unë vetë, të ndajnë mendimet e tyre dhe t'i bashkohen gjithë kësaj proteste, gjithë këtij revolucioni. Ju përshëndes. Dorëheqje! Edhe njerë që ta dëgjojnë mirë. Dorëheqje! 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 Edhe këtë tjetrën se I ngacmon shumë. Ramën burg, Berishën burg! 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 Jemi fshetar nga Kavaja, nga Bagoja. Ka marrë tu barazimin e qeverisë, sepse Edi Rama nga ka bot 99, edhe qimë, që të bëjmë unë? Kam një mesazh, Rama o tërheqje. E dyta, Sali Berisha, Edi Rama, të dy në burg,